Sot, pas një betejë gjatë politike të nisur rreth buxhetit të Prishtinës, kryeqytetit, qysh në vitin 2023 në mes saj dhe Ministrisë së Financave, kur filluan bllokada ndaj buxhetit të saj, në Komisionin Parlamentar për Buxhet në takimin e sotëm, kemi arritur të korrigjojmë një padrejtësi të madhe. Buxheti i kryeqytetit për vitin 2026 u miratua dhe u përfshi në ligjin për buxhetin e Republikës. Pra, buxheti që ishte miratuar, buxheti i Prishtinës ishte miratuar në Kuvendin Komunal me 6 shkurt të këtij viti, fillimisht nuk kishte qenë i përfshirë në buxhetin ose në projektligjin për ndarjen buxhetore të vitit 2026, por sot në Komisionin Parlamentar për Buxhet u përfshi në këtë buxhet. Përmes kërkesës së kryetarit të kryeqytetit zotit Rama dhe një amandamenti që propozova unë aty në komision, arritëm reflektimin e shtetit dhe të grupe parlamentare të tjera për përfshirjen e Prishtinës dhe të qytetarëve të saj, duke zhbllokuar atë që tentua të fshihej në heshtje. Është e pabesueshme. Në draftin fillestar, siç thashë më parë, qeveria kishte menjanuar plotësisht buxhetin e komunës së Prishtinës. Një veprim ky i paplanueshëm dhe thellësisht absurd, një sulm i hapur ndaj kryeqytetit të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe një shkelje flagrante e ligjit dhe kushtetutës. Reagimi ynë ishte i menjëhershëm dhe i palëkundur. Nuk lejuam që Prishtina të lihej në harresë nga bllokadat politike. Natyrisht betejë vazhdon. Prishtina ende po sabotohet në projekte jetike për të dhe qytetarët e saj. Edhe pse fituan betejën e sotme për përfshirje buxhetore, lufta për zhvillim të Prishtinës nuk ka përfunduar. Është alarmante që projekte që ndryshojnë jetën e qytetarëve vazhdojnë të mbeten jashtë buxhetit. Unaza e kryeqytetit është ende e bllokuar, spitali i kryeqytetit është i lënë në harresë e shumë projekte të tjera nuk u përfshihen në këtë buxhet. Këto mungesa serioze në investime kapitale tregojnë se pushteti ende po përpiqet të sabotojë zhvillimin e kryeqytetit, zhvillimin e Prishtinës. Është shqetësuese që në një shtet normal duhet të luftojmë për gjëra kaq elementare, por kjo dëshmon se zëri i LDK-s është i vetmi që sjell ndryshime konkrete për jetën e qytetarëve. Ne nuk do ndalemi me kaq. Prishtina nuk është thjesht një komunë, është kryeqyteti i Kosovës. Do të qëndrojmë të palëkundur deri në fund që çdo projekt strategjik të marrë fundet që i takojnë.